Doja të thoja para gjitha që zëri i Amerikës ka qenë një faktor i rëndësishëm, i pazëvendësueshëm do të thoja, në momentin e ndryshimit të regjimit në Shqipëri. Faktori VOA në Shqipëri mendoj se renditet bashkë me faktorët e tjerë të rëndësishëm si rënja e murit Berlinit apo faktori Gorbaçov. Në të vërtetë do të kujtojmë që ka qenë zëri i Zërit Amerikës, zëri i Amerikës, pra ai që në një farë mënyrë ndikoi në zgjimin e shqiptarëve. Dhe kjo është historike. Në anën tjetër do të thoja se gjatë 20 vjetëve më shumë të tranzicionit, zëri i Amerikës ka qenë një forum i debatit demokratik, një inkurajues i pazëvendësueshëm dhe i pakompromis i zhvillimeve demokratike në Shqipëri. Ka qenë gjithmonë anën e drejtë historisë, do të thoja unë. Dhe nuk duhet të harrojmë një element tjetër, zëri i Amerikës ka qenë dhe mbetet një informues i rëndësishëm për zhvillimet në hapësirën shqiptare, për zhvillimet në Kosovë, Maqedoni dhe më gjërë në rajonin tonë. Dhe kjo mendoj se e bën një media të pazëvendësueshme, një media të rëndësishme gjatë gjithë periudhës së tranzicionit. Dhe në fund zëri i Amerikës mbetet një tribun, një forum i debatit demokratik dhe një model se si gazetaria duhet të jetë. Kjo është shumë e rëndësishme dhe unë duhet ta analizoj këtë si gazetar.